Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku por i takohemi edhe këtë të diel së bashku. Në fakt këtë të diel, këtë podcast, le ta quaj, do ta hap me rastin e mbrëmshëm. Kam patur shumë komente, Tiron, pse nuk e komentove Malin, Tiron na thuaj ndonjë gjë për Malin, si të duk qëndrimi i Malit. Unë njëherë shpreh respekt për të dy familjet. Si për artiste në fjalë, zonjën Violeta Kukaj, një artiste e madhe e këngës shqiptare, një grua e mrekullueshme, po ashtu edhe për zotëriun babain e Malit, ish bashkëshortin e zonjës Violet dhe për të gjithë familjen e tij. Tani të flasim për një temë e cila është private, është brenda familjes, por fatkeqësisht është në familje që janë personazhe publik. Dhe kur je personazh publik, me patjetër që problemi jot bëhet dhe problemi i popullit. Tani, kanë dalë shumë video ku zonja Violeta Kuka ju bë pjesë e emisionit të Shihemi në gjyq për një pasuri të marrur të bashkëshortit të saj, ku u akuzua dhe më pas nga zonja Eni Çobani u deklarua që pasuria është bllokuar, që nuk kupton që edhe Violeta Kukaj nuk mund ta përdorën këtë pasuri. Por nuk dua të futem në detajet e familjes, në asnjë mënyrë dua të flas për takimin që Mali mbrëm përzgjodhi që të mos ta bënte me babain e tij. Më shumë se Mali që do ta takoj Tjatin, që do të qëndroj me Tjatin, që do ta merr përqafimin e Tjatit, që do ta merr bekimin e babait edhe atë puthje në ball, më besoni që nuk duam as ne dhe as ju komentuesit. Askush nuk do më shumë se Mali. Më shumë se Mali se i dhimbset babai vet nuk na dhimbset ne. Që do të thënë ti ndajmë sa gjëra, sepse ndonjëherë ne i kapim gjërat aq emocionalisht, sa që do të thënë përfshihemi brenda tyre duke mos e menduar anën tjetër. Shoh shumë komente që Violeta e ka ndaluar, Violeta nuk e lejon, Violeta ka gishtin këtu. Nuk e besoj. Violeta nuk është, mendoj që nuk është një shpirt i tillë, është një artiste. Dhe një artiste e cila ka dalë edhe e ka pa botën, ka pa njerëzimin, nuk mund të jetë aq egoiste, dhe sidomos në fëmijë të cilët janë tashmë të rritur. Kemi të bëjmë me fëmijë që vajza respektet veçanta, njomza, është e martuar dhe njëkohësisht Mali është në moshë madhore, nuk është kalama. Dhe me patjetër që Violeta ka respektin tek fëmijët në këndin e nënës, por Mali dhe njomza marrin vendimet e tyre. Edhe në qoftë se Mali merr vendimin që të takoj të Jatin, me patjetër që Violeta nuk ka shansa që ta ndalon, ashtu siç ne, prindërit tan, nuk munden të na ndalojnë për vendime që ne i marrim. Tani, takimi në këtë familje nuk ka ndodhur për 7 vite me radhë. Ndoshta është neglizhenca e babait, ndoshta janë gabimet shumë të mëdha që kanë ndodhur në këtë familje dhe fëmijët më janë të lodhur nga gabimet e mëdha dhe duan me patjetër kohën e tyre që të mendojnë, të reflektojnë dhe të binden që ne duhet të takojmë babain ton, që duhet të takohet babai me patjetër që duhet të takohet, sepse babai është baba, edhe sado që gabimet të bën, gabimet janë të falshme, nga që gabimet i falen Zoti dhe jo njeriu. Por Mali tregoi mbrëm, domethënë një vështirësi që kishte kaluar në jetën e tij, edhe pa marrë parasysh që është djali i artistes së madhe Violeta, ai nuk ka arritur dot të merr famën për shembull siç kanë marrur fëmijët e artistëve të tjerë, por e tregoi dhe arsyen në një fakt pse është në Big Brother, domethënë por ai ka ndenjur në një dhomë, ka kënduar, doli në një spektakël, u vlerësua jo si djali i Violetës, por u vlerësua si Mali që kishte zërin e veçantë dhe këngën e bukur. Do thënë, krahasuar me artistët e tjerë që vlerësohen fëmijët si fëmijët e artistëve, ai u vlerësua si Mali artist. Dhe sot Mali është në Big Brother për të ndjekur ëndrrën e tij dhe për të investuar në veten. Tani, unë dua të shkëpus një pjesë të Malit që thotë, nuk është e vështirë, por zgjedh të mos e përmend. Do të thënë Mali prap zgjedh të mos nxjerr keq familjen e tij.
nuk futet në detaj, shumë djalë i kulturuar. Kemi hequr përpara unë, nana, motra edhe vëllai. Shans të dytë i jepet njerëzve që gabojnë dhe mësojnë nga gabimet. Që këtu nën kupton, domethënë gabimet kanë qenë të ripërsëritura. Jo atyre që vetëm gabojnë dhe nuk të lënë të ecësh përpara. Unë i uroj të gjitha të mirat në jetë, por kur do të vi dita, do e takoj ku nuk ka kamera. Domethënë Mali nuk është se dëshironte që rastin e familjes së tij ta përdorën për klikime. Domethënë do e takoj ku nuk ka kamera. Tani nuk e di, a është ana e produksionit që e ka nxitur situatën që Mali ta takoj t'jatin vetëm të bëjnë klikime dhe ta ulin emrin e Violeta Kukaj dhe mund të ndodhë dhe kjo gjë, apo është kërkesa e vet babait Malit që ta takoj të birin sepse ndoshta e ka menduar të vetmin moment në televizion. Tani familja e tij në fakt reagoi duke i qëndruar pranë. Normalisht edhe Mali nuk e ka të lehtë sepse nuk e ka patur familjen aty për ta marrë këtë vendimin. Të thash ne nuk e dim thelbin se çfarë ka ndodhur në këtë shtëpi. Do të thënë dim një histori që Violeta Kukaj u gjykua që e ka marrur pasurinë, zonja Eni Çobani doli publikisht që Violeta e ka kërcënuar zonja Enin Çobanin, që uroj të mos jetë e tillë se Violeta është artiste dhe nuk dua që një artiste të jep një imazh të tillë dhe në anën tjetër do të thënë natën e mbrëmshme edhe djali nuk e takon t'jatin. Unë e di që djali në fjalë do të reflektoj Mali. Babai është i shenjtë, unë gjithmonë jam tek paqja. Mali po na tregon një njeri shumë të mirë, Mali po na tregon njeri me zemër shumë të madhe, me shpirt shumë fisnik, domethënë është i vetmi Mali që po i qëndron Stelandos afër, është i vetmi Mali që mundohet të dhuron dashuri, domethënë është një djalë yll brenda asaj shtëpie. Nuk është rritur me dashuri të keqe, por le ta dëgjojmë një rrëfimin e Malit edhe le të flasim. Unë them që për babain e Malit nuk është e lehtë, është e dhimbshme që të kaloj këtë moment, po le të mos gjykojmë. Le ta presim komplet rrëfimin, le ta dëgjojmë komplet historinë dhe le të bëhet rrëfimi i Malit shkas që edhe zonja Violet, edhe zotëria në fjalë të zbusin gjakrat dhe të bashkojnë fëmijët. Unë jam gjithmonë tek paqja, por nuk dua që ta akuzojmë, le të presim momentin. Unë jam shumë i bindur që Mali do të takoj të jatin, sepse më shumë se sa i dhimbsesh të shpirtin brëm Malit, më beson nuk na dhimbsesh të shpirtin e.